Ka qenë një natë e tmeshme, realisht vrasjet janë bërë pa dallim gjinie, pa dallim moshe, në mënyrën më barbare, me bomba, me armë të ftofta dhe me gjithçka që kanë mujtë ata, si janë pak edhe pjesën e emocionuar sa i përket kësaj teme kur bisedoj, kur foli, se kam qenë moshë 13 vjeçare në atë kohë, mirë po e kujtoj shumë mirë. Fatkeqësia është se edhe pas rastit, pas 26 viteve, ende nuk ka drejtësi sa i përket viktimave të asaj nate. Nuk është dënuar askush, edhe pse dihet shumë mirë kush ka qenë në krye, si me Oliverin Nevojicin, Delli Bashkiqi e tjerë, mirë po nga drejtësia edhe vendore edhe ndërkombëtare asgjë nuk është marrë. Jo, unë gjatë gjithë kohës kam qenë edhe gjatë bombardimeve, kam qenë në banesën time, së bashku me prindërit e mi. Mirë po pas luftës na ka ndodhur fatkeqësia dhe vrasja e nanës.